Një ditë të bukur pranvere, Kësulkuqja veshi pelerinën e saj të kuqe me kapuç, e cila ishte veshja e preferuar e saj. Ajo do të shkoj të vizitoj gjyshin e saj, që nuk është mirë me shëndet. T'i çojë asaj disa biskota dhe mollë që ja bëri gati mamaja e saj. Shtëpia e gjyshes nuk është larg, por nëna e saj gjithmonë kujdeset ta këshilloj Kësulkuqen që të mos flasë me një të huaj dhe të ecë shpejt drejt shtëpisë së gjyshes. Kësulkuqja del fluturimthi. Ajo dukej mjaft e lumtur dhe vazhdon drejt shtëpisë së gjyshes së saj. Natyra është e bukur. Ajo nuhat erën e barit të freskët. Sheh ketra të vegjël duke u ngjitur në pemë dhe flutura me 1000 ngjyra. Por një moment dëgjon disa tinguj të çuditshëm. Duket sikur dikush ankohet. Ajo shkon pas një kaçubeje dhe çuditërisht gjen një ujk të vogël. Në fillim ajo trembet dhe kërcen prapa, por nuk mund të heq syt nga klyshi i friksuar. Ai menjëherë vëren se putra e tij është bllokuar. Ai do të donte ta lironte, por nuk po mundte. Kësulkuqja afrohet ngadalë, por ka frikë. Ujku fillon të hungërije. Ajo me një vështrim të ëmbël i flet, duke i thënë se dëshiron ta ndihmoj. I afrohet gjithnjë më shumë dhe ujku duket se i beson asaj. Me forcë të madhe përpiqet të hap kurthin, por është vërtet e vështirë. Ajo kërkon dikë që ta ndihmoj atë dhe gjen një zotëri që kujdeset për pastrimin e pyjeve, i cili ofrohet menjëherë për ta ndihmuar. Pas një kohe të shkurtër, ujku është i lirë. Kësulkuqja i jep një pije. Ujku i vogël ndjente mjaft dhimbje. Kësulkuqja kujton se nëna e saj i tha të ngutet dhe menjëherë vrapon për tek gjyshja e saj. Ajo i tregon gjithçka gjyshes së saj të dashur, e cila e përqafon dhe e përgëzon për veprimet e saj të mira, duke i kujtuar fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jini të mëshirshëm me ata që janë në tokë dhe do të merrni mëshirën e atij që është në qiell, si dhe ka shpërblim për çdo veprim dashamirës që kryhet ndaj çdo krijese të gjallë.